Dje rreth orës 11:30 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, personi JI 41 vjeç nga Tetova ka raportuar se rreth orës 10 në oborrin e shkollës së mesme në Tetov, ku mësonte djali i tij i mitur, për shkak të një keqkuptimi të mëparshëm, është sulmuar fizikisht nga një moshatar i tij, i cili gjatë sulmit ka përdorur edhe një mjet prej xhami, po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit. Dje rreth orës 13:35 në sektorin për punë të brendshme Tetov, 67 vjeç nga fshati Zheroviani i Tetovës, ka raportuar se rreth orës 12:30 për shkak të pakënaqësisë me produktet që i kishin blerë më parë, është sulmuar fizikisht nga dy persona në tezgën e tij në rrugën 146 në Tetov, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 21:10 në njësinë policore të Arc, AR 26 vjeç nga fshati Nerashti i Tetovës, ka raportuar se rreth orës 20:40 në rrugën lokale në fshatin Nerasht, duke lëvizur me veturën e saj Volkswagen Golf me targa të Tetovës, SU nga Nerashti me automjet Golf me targa të Tetovës i ka dëmtuar pasqyrën anësore dhe nuk është ndalur. Sipas raportit, pasi ajo ka arritur në automjet dhe ka kërkuar të merren vesh, SU dhe motra e saj kanë filluar të sillen në mënyrë agresive ndaj saj dhe ta kërcënojnë, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 16 në stacionin policor Tetov, TM 20 vjeç nga Tetova, ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga një person në rrugën e Ilindenit në Tetov, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 17:15 në njësinë policore Kamjan, një 27 vjeçar nga rajoni i Tetovës, ka raportuar se është mashtruar nga DS nga Shkupi për shumën prej 10.000 denarësh. Sipas raportit, ata kanë rënë dakord përmes një rrjeti social që për shumën e deklaruar t'i blejnë një celular, pas së cilës i ka dërguar pakon me post ekspres, të cilën e ka paguar dhe pasi e ka hapur, ka vërejtur se pajisja ishte ndryshe nga ajo për të cilën ishte marrë vesh dhe ishte e kyçur, gjë që e bëri të dyshonte se ishte i vjedhur, po merren masa për zbardhjen e rastit.